dy gjëra e shkatrojnë njeriu në këtë botë. Derisa hap mas hapi, mëkat mas mëkati, hutim mbas hutimi, errësirë mbas errësire, derisa vret dhe bashortën e vet në sy të fëmijëve. Pra nuk vjen çast, vjen hap mas hapi, ja ju alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shejtan. Ka thënë Zoti në Kur'an për të na paralajmëruar që mos shkojmë këto veprime kaq të këqija, pa ju që keni besuar. O juve që ju kam nderuar, mos I ndiqni hapat e shejtanit. Se fillon ngadalë, ai e ka planin, ai e din ku po të çon. Ti s'din gjë dhe thu se s'prish punë dhe kjo. Po e bëj dhe këtë gjinaf se sa tari këtë pastaj se bëj më, hap mas hapi, në këtë rrezik jemi të gjithë. Unë që po flas dhe ju që po më dëgjoni. Derisa njeriu haron dy parimet kryesore të kësaj bote që pejgamberi alayhis salam, I madhi Allah po edhe pejgamberi alayhis salam I ka shkuar deri në fund dhe I ka sqaruar mirë. Kush janë dy gjërat kryesore, madhore, që ne bashkarisht I harrojmë shpesh? Ato I harruam ne apo jo mbesin themele? Se kjo është diçka që Kurani famlar, Zoti I gjithësisë është po ai. A është koha moderne, apo është postmoderne, apo mbas moderne? Kjo nuk ka rëndësi për Zotin e gjithësisë edhe për Kuranin famlar. Sepse parimet, themelet janë po ato janë shëndosha, ato janë drita, ato janë udhëzimi, nëse ne njerëzit pastaj hutohemi, nuk ndryshon Kurani për ne. As Zoti I gjithësisë, hasha lillah. Kush janë dy themelet që e bëjnë personin të shkojë dhe të vrasë bashortën e vet? Pra të bëjë krim, edhe ndaj kujt, ndaj njeriu më të afërt, ndaj kujt, ndaj nënës fëmijëve. E para, ne fillojmë ecim hapave të mallkumit, kur harrojmë mësimet edhe porositë e të lavdishmit Allah. Kjo është themeli. Kur ne harrojmë që në këtë botë ne nuk ecim sipas filozofive që ne mendojmë, as sipas gënjeshtrave që na mashtrojnë. Neve jemi urdhëruar nga ai që na krijoi dhe ai është Rahmanur Rahim, I gjithëmëshirshëm, mëshirëploti. Ai nuk e ndërpreu mëshirën vetëm me krijimin, ai e zgjeroi dhe e përsosi atë. Ai përveç se na krijoi nuk na braktisë. Ai na krijoi dhe na dha porositë edhe mësimet e mëdha hyjnore që më I miri ndër ne, më I miri prej nesh është ai që I zbaton më shumë ato. A thot Zoti I gjithësisë rritë bashortën si çdo di rasti në Kosovë? Jo, Kurani famlar ka thënë wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tha silluni me bashortit e juaja në formën më të mirë të mundshme që mund të arrini. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ju jeni prehje për to dhe ato janë prehje për ju. Nuk tha ju I vrisni ato dhe ato ju vrasin juve. Për njeriu kur harron të ecë me porositë e Zotit, fillon I ngja vetja I zgjuar. Dhe fillon bën makinacione, bën mashtrime, bën intriga, duke menduar se është I mençur. Zoti, po ti ishe ti kaq shumë I mençur sa I jep zgjidhje gjërave me mençurinë tënde, nuk e kishe zbrit Kurani famlart. Pa ai e din se vetë na ka krijuar që ne mund të mashtrohemi, mund të bëjmë gjëra të cilat ne mendojmë se do t'ia dalim. Nëse në Kosovë u zbardh një krim, dijeni se në botë ka krime të shumta që nuk zbardhen. Dhe atij që I ka bërë, ngjan vetja shumë I mençur, dhe neve na ndodh kjo të gjithëve. Bëjmë gjinafe, bëjmë devijime dhe nuk merret vesh, dhe ne them shpëtuam sa I mençur jam. Hasha lillah, wattaqu yawma turja'una ila Allah. Ta friksojeni ditës kur e keni borxh me ju kthy Allahut mëndshëm. Aty zbardhet çdo gjë. Yawma tubla sarair. Na ditë thot shpalosen të fshetat. E bëre krimin, u zbulus ka rëndësi, përpara të madhit Zot ajo do dali.